Babai është ai që rrallë flet për lodhjen. Ore ndjen çdo pesh mbi shpatulla. Ai është hije që të ndjek në heshtje, dorë që të mban pa u dukur, dhe zemër që lëngon në lutje natën, vetëm që ti të jesh mirë. Ai nuk kërkon shpërblim, sepse e ka shpërblimin te Zoti. Çdo hap që bën për ty, çdo pikë djerse, është sadaka. Çdo vuajtje që duron, është shkallë drejt xhenetit. Nëse është ende gjallë, përqafoje, para se ta kërkosh aromën e tij në kujtime. Nëse ka ndëruar jetë, lutu për të çdo ditë, sepse lutja e një fëmije është dritë për shpirtin e tij. Një baba nuk vdes kurrë. Ai jeton në sakrificat që bëri, në moralin që të la, dhe në çdo lloj lutje që del nga zemra jote.